Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti rinis me bllokimin e foltores nga opozita, socialistët i japin një javë kohë demokratëve të bëhen pjesë e reformave ose do të vijojnë të vetëm. Ministria e Jashtme hedh poshtë pretendimet për bordin e paqes, Shqipëria nuk do të ketë detyrime financiare, ftesa e presidentit Trump është vlerësim për vendin. Berisha deklaron se bordi i paqes për Gazën nuk do ta shpëtojë Edi Ramën. Kreu Demokrat thotë se qeveria dhe kryeministri kanë marrë rrokullimën e madhe. Ish-drejtori i burgut të Durrësit mbetet në qeli ndërsa mjekja vendoset në arrest shtëpie. Bashkë me zyrtar të tjerë ata akuzohen për arratisjen e Altin Docit. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Ashtu si shpritej, Parlamenti rinisi punimet me përplasje të forta mes shumicës dhe opozitës. Demokratët blokuan foltoren duke i quajtur praninë në sallë të zëvendës kryeministres Balluku si një provokim, ndërsa kreu i grupit parlamentar socialist i kujtoi opozitës se ka vetëm një javë kohë për të rikthyer në komisionet e reformave, në të kundërt shumica do të vazhdojë vetme. Sesioni i ri parlamentar ka nisur me tensione mes mazhorancës dhe opozitës. Në përfundim të himnit kombëtar, deputetët demokratë janë ngritur në këmbë dhe kanë bllokuar foltoren e kuventit në shenjë proteste ndaj pranisë në seancë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Demokratët kanë akuzuar mazhorancën se për më shumë se një muaj po bllokon kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Ballukut. Prania e lubis në parlament është provokacioni më i urtë ndaj të gjithë shqiptarëve. Mes protestës së deputetëve të opozitës mbajti fjalimin kryetari i kuvendit Niko Peleshi, i cili foli për prioritetet e parlamentit në këtë sesion. Kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës refuzuan të marrin fjalën përveç Shteti Blushit. Ndërkohë që kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla paralajmëroi opozitën se nëse vazhdon me protestën, mazhoranca do t'i miratojë vetëm me reformat. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirëpritur deri javën e ardhshme. Nëse nuk vini deri javën e ardhshme, në 2014 e kemi bërë dhe pa ju reformën administrative territoriale. Në 2020 e kemi bërë dhe pa ju reformën zgjedhore. Parlamenti u mbyll brenda pak minutash dhe në fund kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi kërkoi kryetarit të parlamentit të mbledh Këshillin e Mandateve dhe Imunitetit dhe të shfrytoi kërkesën e SPAK-ut për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Ne i bëjmë thirrje kuvendit Shqipërisë, mazhorancës, kryetarit kuvendit të mos vonoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Rregullores Mandateve dhe të mos pengoj edhe më shumë drejtësinë që ka kërkuar arrestimin e zëvendës kryeministres. Në nisje të sesionit të ri parlamentar, presidenti i Republikës Bajram Begaj u drejtua me një mesazh ligjvënësve. Kreu i shtetit nënvizoi se fokusi duhet të jetë tek ligjet në funksion të integrimit. Begaj apeloi gjithashtu që forcat politike në kuvend të bashkëpunojnë për hir të interesave të vendit. Sesioni i ri parlamentar duhet të vijë pa përplasje dhe palët duhet të bashkëpunojnë në mënyrë që të miratohen të gjitha ligjet dhe reformat e nevojshme për procesin e integrimit. Ky ishte mesazhi i presidentit të Republikës Bajram Begaj, i cili theksoi se çdo iniciativë ligjvënësve duhet të jetë në interes të qytetarëve. Për afrimi i legjislacionit dhe plotësimi me prioriteti agjendës së Bashkimit Evropian nuk mund të ketë konkurrencë. Ai kërkon përgjegjësi dhe përkushtim të vërtet, kërkon reforma të thella dhe punë intensive. Procesi parlamentar në këtë drejtim nuk e garanton dot suksesin nëse vëmendja shpërqendrohet, nëse ligjërimi parlamentar humbet rrugën, nëse bashkëpunimi ngec, nëse debati humbet fokusin nga interesi ynë kombëtar dhe nëse rezultatet vonojnë. Në rrugën drejt familjes evropiane ne nuk kemi kohë për të humbur dhe as energji për të shpërdoruar. Për kreun e shtetit, reformat kërkojnë urgjencë dhe parlamenti duhet i kushtojë rëndësi. Kuadri ligjor zgjedhor duhet i nënshtrohet një reformimi tërësor në një proces konsultimi gjithëpërfshirës dhe në përputhje me praktikat e mira dhe standardet ndërkombëtare brenda këtij sesioni parlamentar. Reforma administrativo-territoriale përbën gjithashtu një gur kilometrik, i cili suksesin e ka të lidhur ngushtë me aftësitë e palëve për dialog konstruktiv dhe kompromis.
Kjo reform duhet të udhëhiqet nga interesi më i lartë i qytetarëve, lëvizje demografike, nga nevoja për shërbime dhe infrastrukturë publike dinjitoze dhe të barabartë në çdo njësi, për ta bërë vetë qeverisjen vendore të vërtetë dhe të qëndrueshme. Presidenti Begaj kërkoi një kuvend aktiv në kontrollin parlamentar, ku qeveria jep llogari dhe institucionet reagojnë, duke e bërë parlamentin të jetë më pranë qytetarëve dhe më funksional. Ministri e jashtme Elisa Spiropali tha këtë të hënë se pjesëmarrja e Shqipërisë në Bordin e Paqes nuk do të ketë detyrime financiare. Ajo vuri në dukje se presidenti Trump e quan vendin ton një partner të mrekullueshëm, ndërsa kryeministri Rama e konsideron një udhëheqës të respektuar botërisht. Pretendimet se Shqipëria duhet të paguajë $1 miliard për të bërë antar të Bordit të Paqes u hodhën poshtë nga ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali. Në një konferencë për mediat, kryediplomatja shqiptare dha edhe detaje për sa i përket tryezës ndërkombëtare për administrimin e gazës. Jo, nuk ka detyrime financiare, është një ftesë nga presidenti Trump, pra e drejt për drejt, nuk ka angazhim tjetër, përveç se angazhimit të shpallur botërisht dhe që ne sot e deklarojmë për marrjen pjesë në këtë bord, dhe sigurisht që Shqipëria me statusin e antarit themelues të Bordit Paqes do shohë në vijim angazhime të cilat burojnë edhe nga statuti. Spiropali gjithashtu komentoi deklaratat e opozitës për sa i përket pezullimit të vizave për 75 vende, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, duke u shprehur se ftesa e Trump shpjegon qartë se marrëdhënia e mirë mes dy vendeve vijon. Të gjithë ata që pas një përgjegjësish publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump. Ministra e jashtme sqaroi se deklaratat e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio se kartelet nga vendet e tjera janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara nuk i referon Shqipërisë. Për luftën ndaj krimit të organizuar, kudo që ai shfaqet dhe kudo që ai cënon sigurinë amerikane, dhe në asnjë moment sekretari Rubio apo të tjerë nuk i janë referuar Shqipërisë, e cila sigurisht nuk përjashtohet nga fenomene të tilla, po për cilin nuk mbajnë përgjegjësi as shqiptarët. Për sa i përket deklaratave të kryeministrit Edi Rama se ministria e jashtme po dështon, kryediplomatja Spiropali pranoi se ka ardhur momenti për një reformim i cili do të bazohet në meritokraci. Për Sali Berishën, Edi Rama është drejt fundit të tij politik. Kryedemokrati thotë se Bordi i Paqes i Donald Trump, ku është ftuar Shqipëria, nuk do ta shpëtojë dot kryeministrin nga fati që i kanë caktuar shqiptarët. Nga SPA, ku ka detyrimin të paraqitet 2 herë në muaj, kreu demokrat Sali Berisha ju përgjigj interesit të gazetarëve për Bordin e Paqes për gazën, një iniciativë e presidentit Donald Trump. Ndonë se një ditë më parë kryeministri mohoi zërat se vendi ynë do ta paguajë këtë tarif të lartë, Sali Berisha tha se asgjë nuk do ta shpëtojë dot kryeministrin nga rregullima ku sipas tij është nisur. Asgjë nuk e shpëton atë nga rrokullima e madhe, po fshihet pas lubis, sepse e din që në mënyrë absolute fill mrapa do jetë krahas saj. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike komentoi kërkesën e mbrojtjes së tij në gjyq për të thirrur kryeministrin Edi Rama si dëshmitar për procesin e Partizanit. I ka bërë një dëm shtetit prej 320.000 eurosh Edi Rama. Unë uroj që gjykatësit ta thrasin në sallën e gjyqit dhe po të kenë guximin ta shpallin të pandehur në sallën e gjyqit. Gjykata kushtetuese është një seksion i një organizate partie të PS-s, tha ish kryeministri i vendit pas vendimit të disa ditëve më parë që ishte në favor të tij. Atë çështje gjykata kushtetuese e trajtoi pas 8 muajve paraqitje. Në një kohë kur çdo çështje që ka të bëjë me qeveritarët e trajton brenda 2 dhe 3 javëve. Ai vendim ka pasoja edhe sot. Nuk e shfuqizoj duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Sali Berisha dhe Amar Maltezi, dhëndri i tij,
Në bashkëpunim edhe me 2 biznesmen e 1 notere, dyshohet se kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri i tij akuzohet se ka kryer edhe pastrim parash, si pasojë e privatizimit të trojeve të ish kompleksit sportiv Partizani. SPAK thot se kjo vendimarrje i atribuohet Sali Berishës kur ishte kryeministër i vendit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në burgun e Korydallos në Greqi. Shqiptari Jani Aliaj është vrarë me thik nga një i dënuar grek. Krimi ndodhi në rrethana ende të paqarta pas një debati në ambientet e brendshme të burgut. Jani Aliaj është një emër i njohur për drejtësinë në Shqipëri. Ai është dënuar nga gjykata me burgim të përjetshëm në mungesë për një vrasje të kryer në vitin 2002 në një lokal në zonën e Ish-bllokut në Tiranë. Jani Aliaj dyshohet edhe si autor i 2 vrasjeve të tjera. Ish-drejtori i burgut të Durrësit, Indrit Cërloj, arrestuar për arratisjen spektakolare të Altin Docit, do të qëndrojë pa afat në qeli. Ndërkohë, policia nuk ka ende asnjë gjurmë të akuzuarit për një seri vrasjesh të kryera për llogari të grupeve kriminale. Gjykata e Durrësit la në qeli ish-drejtorin e burgut Indrit Cërloj dhe arrest në shtëpi për mjekjen e këtij institucioni Ilfete Sema për arratisjen e Altin Docit disa ditë më parë nga Spitali i Qytetit. Gjyqtari i çështjes, Xhevdet Lika, pasi ka dëgjuar pretendimet e prokurorisë që përfaqësohej nga prokurori Edmond Koloshi si dhe avokatët e 2 personave në nënhetim, vendosi lënje në fuqi të vendimit të dhënë disa ditë më parë në mungesë për ish-drejtorin dhe mjekën për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Ndërkohë, avokatët e tyre thanë se vendimi do të apelohet. Zonja Ilfete realisht është e pafajshme, nuk ka kryer asnjë veprim të kundraligjshme. Megjithatë, këto procedura do vijojnë hetimet dhe përfundimisht do zbardhet e vërteta dhe çdo gjë do shkojë në vendin e duhur. Shtetësia Ilfete Sema nuk mund të përfshihet në atë ngjarje. Situata shëndetësore e shtetasit i cili rezulton që është larguar ka qenë e rëndë. Jemi plotësisht dakord të është një ngjarje shumë e rëndë, ka cënuar sigurinë e sistemit drejtësisë të burgjeve çdo gjë, por ama përgjegjësia është personale, është individuale dhe të shmojmë se kemi të bëjmë me një interpretim të gabuar të ligjit, akteve në ligjor, në lidhje me detyrat dhe funksionet që ka një drejtues i një VP-je, në krahasim me policinë e burgjeve dhe në krahasim me personelin mbështetës. Të shtunën, po kjo gjykatë zhvilloi vlerësimin e masës së sigurisë për 8 punonjës të burgut të arrestuar pas arratisjes së Altin Docit nga spitali, duke lënë 3 prej tyre në qeli, 2 me arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Ngjarja e rëndë ndodhi të martën e kaluar kur Altin Doci u shoqërua në pavionin e infektivit. Në pritje të vizitës mjekësore, ai kërkoi të shkonte në tualet dhe pas kësaj goditi në befasi efektivin e policisë së burgjeve që po e ruante dhe menjëherë u largua me vrap ku e priste një automjet tip Audi. Nga hetimet e deritanishme rezulton se nuk janë respektuar protokollet e shoqërimit për numrin e efektiveve të policisë së burgjeve që duhet të shoqërojnë personat e paraburgosur apo të dënuar gjatë vizitave të tyre mjekësore. Nëna ish policit Santiago Malko, i vrarë 7 vjet më parë, u përplas me të pandeurin kryesor Leonard Duka. Ajo tha se organizatori i atentatit meriton dënimin me vdekje, ndërsa veti akuzuari pretendoi se nuk ka asnjë lidhje me krimin. Në procesin ndaj Leonard Dukës, i akuzuar për ekzekutimin e ish policit Santiago Malko, pati tensione të forta. E ëma e viktimës së atentatit të gushtit të 2019-s kërkoi dënim kapital për Dukën, që konsiderohet si porositës dhe organizatori vrasjes së djalit të saj. Leonard Duka më ka vrarë djalin, më solli Erlis Dukën dhe Ilir Selmanin dhe më tha që s'kam gjë me Santin, por doli e më vrau djalin në mes të rrugës. Unë nuk dua dënim të përjetshëm, dua dënim me vdekje për këtë. Ndërkaq avokatja e tij Melina Gjeta thotë se SPAK e ka të pabazuar procesin hetimor me deduksione dhe paragjykime, ndërsa në seancë foli edhe i dyshuari kryesor Leonard Duka. Deklaroj që jam i pafajshëm dhe prokurori nuk ka asnjë fakt kundër meje. Kjo është e montuar nga policia që të më dëmtoj mua. Kam besim tek drejtësia. Ndërkaq të mërkurën në 21 janar do t'jepet vendimi nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Në korrik të vitit të kaluar, prokuroria e posaçme kërkoi 157 vite burg për klanin Duka dhe antarët e tij. Vrasja e Santiago Malkos ndodhi për shkak të prishjes së pazareve të lojrave të fatit, një konflikt që kishte nisur që më herët mes 2 miqve të dikurshëm, Leonard Duka dhe Ervis Martinaj. Në dosje thuhet që i ndjeri Malko
dhunoi të atin e Leonard Dukës, në vëllezërit morën hak, duke e ekzekutuar me breshëri plumbash në zonën e Xhamllikut në kryeqytet. Një tjetër rast i kalimit ilegal të kufirit nga emigrantët e huaj është goditur nga policia e Tiranës. Në pranga ka përfunduar Kreshnik Gaxha, 31 vjeç, i cili po transportonte drejt Kuksit 6 emigrant nga Egjipti që synonin të hynin ilegalisht në Shtetet e Bashkimit Evropian. Agjentët kanë sekuestruar automjetin si dhe 2 celular. Hetimet për zbulimin e trafikut të klandestinëve zgjatën më shumë se 1 muaj, derisa organizatori u kap në flagrancë. Kreshnik Gaxha u siguronte egjiptianëve kalimin drejt Kosovës kundrejt shumave të mëdha të parave. Policia dyshon se në këtë veprimtari janë përfshirë edhe persona të tjerë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.